Erion Velia dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë që ai drejton në bashkëpunim me Tirana Bank, organizuan me rastin e afrimit të festave të fundvitit, një event për fëmijët jetim dhe për ata me probleme mendore. Eventi ishte i mbushur me muzikë dhe dhurata për voglushët, përfshi kloun që shpërndanin tullumbaca me forma të ndryshme. Velia e foli në fund të evenimentit duke theksuar se shteti shqiptar duhet të shpenzojë më shumë për fëmijët. Jam shumë i njohur që jam këtu sot, kur në fillim të këtij muaji filluam atë fushatën Shqipëria dhuron. Kishte shumë cinik edhe shumë skeptik që thoshin kjo s'funksionon, njerëzit s'mendojnë për njëri tjetrin. Edhe gjithmonë kam pas besimin që Shqipëria solidare dhe Shqipëria bujare është gjallë dhe shumë e fortë. Edhe ky aktivitet sot është provë e kësaj. Që ekziston një Shqipëri shumë e mirë, edhe që është shumë solidare me ata që kanë më shumë nevojë. Është hera e parë në 23 vjet që ne kemi investuar në mënyrë ekskluzive për të rinë dhe të rejat, për djemt dhe vajzat, për fëmijët me aftësi të kufizuar, që të shkojnë në shkollë si të barabartë, që të përfshihen punë si të barabartë, që të jetojnë si të barabartë, që të aksesojnë ndërtesat si të barabartë, që të marrin shërbimet aq shumë të nevojshme që Shqipëria moderne duhet t'i ofrojë. Kështu që jam shumë i njohur se edhe kolegëve në qeveri dhe Ministritë të Financave që për herë të parë në histori thanë do shpenzojmë më pak për lukset e politikanëve, do i taksojmë më shumë politikanët, pasurit, qeveritarët dhe do shpenzojmë më shumë për fëmijët, si këta fëmijë që kishim këtu sot, që janë e ardhmja që na bën krenar. Të rrethuar nga atmosfera festive krijuar tek Pedonalja, fëmijët e mbyllën aktivitetin me një set fotosh me Veliajn dhe me njëri tjetrin.